Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se ardhët këtë pasdite në Dita me ne, si gjithmonë në DTV Media. Sot e kam nderin të kem studio zotrin Ergim Teplani, i cili është një arsimtar i gjeografisë, po ashtu edhe merret me fusha tjera, por edhe nga mikrobiologjia është mundu ta sfidoj veten në shumë fusha, dhe me të do të diskutojmë gjithçka për to. Përshëndetje, si jeni? Përshëndetje Adeja. Mirë se ke ardhur në studio, si po ndjeni sot? Mirë, mjaft komod. Ju falenderoj shumë për ftesën, ju përgëzoj për emisionin. E smoj lartë nga dëshmërinë tuaj për që keni përzgjedhur një temë mjaft me rëndësi për opinionin publik, rreth përvojës në arsim. Sinqerisht mendoj që figura mësimdhënësit paraqet interes për opinionin publik, nga se në raport me të kaluarën, sot figura e tij ka ndryshuar, pra është transformuar në shumë dimensione dhe besoj që do të shpalosim disa nga përvojat e mia që po ballafaqohem, sepse edhe një muaj besoj mbush 10 vite në përvojë në fushën e arsimit, edhe pse dukem kështu i ri, por janë 10 vite, kanë shkuar shpejt. Pikërisht edhe përkushtimi ndaj punës është ajo pjesa kryesore këto, që do shkojnë vitet shpejt. Patjetër, shkojnë shpejt nuk i vrej, megjithatë është një kënaqësi e veçantë të shërbej në fushën e arsimit. Jo rastësisht e kam përzgjedhur këtë profesion, për shkak se besoj ka lidhje shumë me qëllimin tim që të ndryshoj shoqërinë për të mirë dhe po mundohem ta bëja çdo ditë. Pikërisht pse keni zgjedhur këtë fushë, pra që nga fillimet e studimeve ndoshta? Shumë pyetje me vend, Adeja. Ka lindur pothuajse rastësisht të pjesa e gjeografisë kam fjalën, si mësimdhënës i gjeografisë, për shkak se për profesionin e mësimdhënësit kam pasur interes që nga shkolla fillore. Por në shkollë të mesme, nga diskutimet me shok, bënin shumë pyetje në aspekte gjeografike, kuriozitete, njohuri enciklopedike. Madje edhe nxënësja më mirë në shkollë më bënte pyetje në gjeografi, në mënyrë nxiti që të kem një dashuri të madhe për gjeografinë, por meqense se gjeografia nuk është edhe as shumë e zhvilluar në vendin tonë, pra në momentin që diplomon në fushën e gjeografisë, i ke të limituara profesionet që mundesh mi përzgjedh, e gjeta veten në mësimdhënie. Pra fillimisht ka filluar në shkollë të mesme pra interesimi për gjeografi, pra nga motive që merrja nga kolegët, shokët, pra nga nxënësit tjerë të klaseve, pra nga shkolla e gjimnazit ku kam përfunduar shkollën e mesme. Vjen të ceket se këtu kanë kontribuar shumë edhe një lloj hezitimi nga stafi i shkollës dhe një hezitim nga drejtori i arsimit dhe shkolla në përgjithësi për të organizuar kurse, sesione informuese rreth orientimit në karrierë, këshilla në karrierë, sepse normalisht do t'i dija më mirë sfidat që do të ballafaqohesha, ndoshta do të ndroja mendje rrugës, por megjithatë kjo ka qenë arsyeja pse kam zgjedhur mësimdhënien, për shkak se nuk kemi patur edhe as shumë profesione tjera dhe nuk kemi patur informacione shtesë rreth karrierës, pra orientimin në karrierë. Fal Zotit, sot nxënësit madje kanë edhe lënë zgjedhore, shkolla fillore, shkollat mesme rreth orientimit në karrierë, këshilla në karrierë, ku në mënyrë e kuptojnë sfidat e profesionit të së ardhmes, trendet e profesioneve, vështirësitë dhe kështu me radhë në mënyrë i avulletson për të përgatitur në nivele të tjera të studimit dhe përballojnë me lehtë në mënyrë atë dëshpërimin mundshëm potencial që mund të ballafaqohen në rrugtimin e tyre akademik, në mënyrë gjeneratën time shoh si lloj viktime të kësaj mungese të informacionit bazë, por në mënyrë gjatë rrugës i më mësu, por nuk kam dëshirë që të mësoj nga gabimet, sepse predalloj nga profesionet tjera, ku gabimet në mënyrë varrosen tokë, kështu me radhë në mënyrë në fushën e mësimdhënies gabimi i mësimdhënësit ecë. Fatkeqësisht nuk na lejohen shumë gabimet, i dëmtojmë nxënësit. Ndërsa mund ta humbasin edhe besimin tek ne, për shkak se anë kaluamën, por sidomos edhe sot mësimdhënësi shihet si model i shoqërisë, në mënyrë nxënësi kur të humb besimin atë vështirë fitohet. Ju jeni pranë këtë fushë në mësimdhënies, pra si e krahasoni veten kur keni qenë ju në studime, ndoshta me nxënësit tuaj? Cilat janë ato dallimet kyçe? Patjetër, pyetje shumë thelbësore. Normalisht motivi ka qenë më i lartë në raport me sot, për shkak se tregova më herët profesionet kanë qenë më të limituar në Kosovë, sa ishte shpallur pavarësia në Kosovë në mënyrë kishim qenë të izoluar ndërkombëtarisht. Edhe mundësia për të shkëmbyer në aspekt semestral për të përfituar nga programe ndryshme studimit në Bashkimin Evropian ishin shumë të limituar. Dhe normalisht motivi ishte shumë i lartë për shkak se edhe konkurenca ishte e lartë, ishte një dëshirë më të madhe për lexim,
kishim fatin të kemi disa mesimdhënës të cilët ishin shkolluar para luftës, pra kishin studiuar në universitetet prestigjioze botërore, në SBA, Rusi, Kroaci, Sloveni, e kështu me radhë. Në mënyrë atë përvojën e tyre na paraqisin edhe neve. Ishte kënaqësi të dëgjonim nga disa mesimdhënës të cilët ishin edhe poliglot, kishin kapacitete të larta intelektuale, ishin mjeshtër të mesimdhënies, madje unë pata fatin ta kem mesimdhënës Rojde Plana, akademikun e ndjer, ku aty u frymëzova në mënyrën në mesimdhënien, në kam fjalën për arsimin e lartë, për shkak se na përgatiti në atë mënyrë që të jemi të zot të vetës, të jemi të përgatitur profesionalisht, që ku dalim para nxënësve kemi përgjegjësi, në mënyrë bazat aty i kam marrë, të pjesa e dallimeve me ditën e sotme, unë e vrej se teknologjia në mënyrë është sfidë për të rinjt sot. Në mënyrë ne kemi pasur ato mediat sociale në atë kohë të studimeve. Në Kosovë nuk kanë qenë as shumë prezente, që besoj unë për vete mendoj që është aspekt pozitiv, për shkak se na ka kursyer humbjen e kohës dhe jemi përkushtuar shumë. Nuk harrohen ato vitet e studimeve, zimi herët duke shkuar në bibliotekë për t'i zënë vendet, pra shumë interesant se sot ndoshta mund duket të pavërtet, po jemi zuar në 5 mëngjesit për t'i zënë vendet në bibliotekë, për shkak se kishte shumë kërkesa për të lexuar, për të studiuar, ishte afati provimeve në mënyrë kam dëshirë të isha ato pamje edhe sot, por i kam kujton afatin e provimeve? Kujton shumë stres. Normalisht për shkak se nuk kisha përvojën familjen në studime, që do të ndihmonin në mënyrë të menaxhoj apo të kontrolloj emocionet. Bashkë me disa kolegë pyesnim vite paraprake se si kanë kaluar, ata vetëm na friksonin e kështu me radhë, por megjithatë besoj shumë që kur je i përgatitur përballon me lehtë edhe nëse rrezohesh për provimin. Fatmirësisht nuk e kam përjetuar atë moment. Megjithatë kam qenë një student që refuzoja shumë notat, sidomos notat 9, doja shumë 10-tat. Për shkak se hyja edhe në shumë ninat, kisha presionin e kolegëve se çka i duke bërë. Megjithatë për mua ishte një satisfaksion, kënaqësi profesionale. Gëzosha kur e sfidoja veten, për shkak se e bindja veten që mund më mirë, e bindja veten që mund të lexoj më shumë, e bindja veten që do të përkushtohesha më shumë. Ishte sinqerisht një periudhë ku nuk do ta harroj kurrë, me shumë peripeci, por megjithatë ja kam pa hajën asaj periudhe për shkak se tani po e vrej që koha është shumë dinamike, nuk po ka mundësi ashtu të përkushtohem se si jam përkushtuar në kohën e studimeve. Më mungon ajo jeta studentore për shkak se shfrytëzoja çdo sekond. Madje edhe ushqimin tentoja të ta përfundoj sa më shpejt për të shfrytëzuar çdo minutë kohë. Çuditem sot me veten. Pra, ju ke pas një qenë i përgatitur një mas gjatë madhe edhe tash është bua dhe më e vështirë dhe mundet më evitu librat. Unë diskutim me nxënës vazhdimisht të theksoj këtë. Ju e keni më vështirë se sa ne, kuptimin se janë të ekspozuar shumë ndaj rrjeteve sociale, që çdo vit lind një rrjet i ri social pothuajse, dhe normalisht është e vështirë nëse nuk kemi kontroll prindëror. Unë e vrej për shembull tek nxënësit që kur vinë në familje vinë të lodhur, dëshirojnë se dalin nga ora për të një familje për të larguar atë presionin që janë të ballafaqu. Megjithatë na bie bara neve mësimdhënësve, por edhe prindërve, që të mos i lejojmë të bien deri në këtë nivel ku nuk kanë fokusin në mësim. E vlerësoj që edhe shoqëria duhet të kontribuojë këtu, gjithashtu edhe aktorët tjerë të shoqërisë, sidomos psikologët, fal Zotit po shtohen psikologët nëpër shkolla. Megjithatë, roli i mësimdhënësit nuk është vetëm në pjesën e fushës së transferimit të dijes, pra bartjes së informacionit, na ka mbet kjo barë edhe neve. Madje theksoj këtu që jam edhe kujdestar klase, që nga momenti që kam hyrë pa ditën e parë, që kam filluar në një prej shkollave të komunës Prishtinës parë në Hajvali, në shkollën Afrim Gashi, shkollë që e mban emrin e një heroi të madh. Gjithashtu kam punuar në shkollën në Shkëndia, pra këtu ka filluar e përvoja ime në arsim. Që nga dita e parë, pra orën e parë kam bajt me si kujdestar klase.
një mënyrë është përgjithësi e madhe, aty nuk e ke vetëm rolin e mësimdhënësit, jo vetëm rolin e prindit, por edhe psikologët. Sinqerisht na mbet një barë e madhe që të kontribuojmë që të shmangim këtë ekspozim. Jemi munduar mënyra të ndryshme, kemi bler kasaforta për t'i vendosur telefonat, nuk ka funksionu për shkak se është një kohë shumë e limituar ku nxënësit mund t'i marrin telefonat, mbyllet shkolla, kështu me radhë, edhe një mënyrë që është e sigurisë, nuk mund ta dimë se mëndën si telefoni i cili është, aty mund të vidhen telefonat, është shumë sfiduese. Plot shoqërinë duke ballafaqur me këtë realitet, por shoh plot lajme që Suedia, kështu me radhë disa shtete shumë zhvilluara që në mënyrë të rrap janë duke ndaluar, sepse janë duke kuptuar rrezikun që janë duke ekspozuar të rinjt tanë. Besoj shumë që shoqëria duhet të kontribuojë më shumë këtë drejtim. Falenderoj Ministrinë e Arsimit që në vitin 2018 e ka hartuar një udhëzim administrativ që në një mënyrë na ka lehtësuar punën, për shkak se jo në shumicën e rasteve gjej mirë kuptim nga prindërit rreth përdorimit të telefonave, për shkak se ka prindër që e theksojnë se nuk duhet të mbes fëmiu im pa telefon, duhet ta di gjendjen e tij, çka po ndodh kështu me radhë, por në një mënyrë ne kemi drejt të konfiskojmë telefonat, pra udhëzimi na lejon. Herën e parë pa që dëzohet në drejtori, herën e dytë dëzohet në polici, fatë në parasisht nuk ka ndodhur që me dëzohet në polici, por një mënyrë bazalizore ekziston. I mbet vullnetit të mësimdhënësve që ta zbatojnë. Kjo aspekti i përdorimit të telefonave nuk është ndaluar vetëm për nxënësit, por edhe për mësimdhënësit. Në mënyrë jemi duke ballafaqur me një rrezik potencial që nëse menaxhojmë në të duhur, nëse kemi përkushtim, besoj do t'ja dalim. Unë e shoh si goxha sfiduese ekspozimin e rrjeteve sociale të nxënësve, për shkak se koha po ju shkon dëm, nuk po mund të përqendrohen në zhvillimin profesional të tyre, kjo kohë nuk do të kthehet më. Fatkeqësisht koha nuk kthehet më. Sidomos e pjesa që ju jeni edhe kujdestari i klasës, është një borë shumë e madhe. Se aty ato ndoshta gjëra që i bën mbi punën, që për më kujdes për klasën pikërisht. Sakt, pjesa më e vështirë e profesionit të mësimdhënies, pra është kujdestaria, dhe fatkeqësisht nuk është e paguhet, pra jemi mësuar për figurën e mësimdhënësit që t'i dim shumë anë pozitive dhe negative, por nuk përshëndrohemi atë pjesa që punën vullnetare tonën. Pra që nga pas lufta, pra pjesa e kujdestarisë nuk paguhet, edhe pse në shtetet e rajonit paguhet, pra i vetmi shtet në Europë që nuk e paguan kujdestarinë është Kosova, fatkeqësisht. Por në mënyrë fatkeqësisht ne nuk jemi duke shkuar në punë, pra nuk e kemi këtë profesion vetëm për çështje financiare. Fatkeqësisht dëshirojmë që shkollën ta shohim më lart dhe përkushtohemi sinqerisht jashtë mase, jashtë orarit, madje edhe vikende në diskutime me prindër, në mënyrë që të arrijmë atë. Sinqerisht është një barë e rëndë, për shkak se kemi diku 33 nxënës. Në kaluamën kanë qenë më shumë 40 nxënës, fatkeqësisht po në një mënyrë po zvogëlohet numri i nxënësve sepse kjo ndikon në cilësi. Marr në vend e theks këtu mesataren që është në Bashkimin Evropian, pra ku është 1/15, pra një mësimdhënës me 15 nxënës. Te rasti jo, në mënyrë besoj që duhet të shtohet numri i klasëve dhe të ulet numri i nxënësve, në mënyrë që ndikon në produktivitetin e orës mësimore. Si kujdestar ballafaqohemi me shumë sfida, për shembull aspekti i mungesave, ku duhet të shikuar për secilin nxënës raportet e kështu me radhë, të qëndrojmë afër, të informojmë prindrit. Madje në diskutime me prindër ju them se duhet të trajtoj kujdestarinë sikur në shkolla private. E kam fjalën këtu që në aspektin e informacionit. Nxënësi në momentin që nuk është në klasë do të vijë me njëherë mesazh, jem shumë i kujdesshëm. Pra blej një pakot veçantë nga këto ofertat e telefonike në mënyrë që të jem kontakt të vazhdueshëm me prindër. Do të thotë nuk ka shans që një nxënës të mungoj dhe prindit mos jetë informuar. Nuk ka shans që ndonjë nxënës të jetë larguar nga ora dhe prindit mos jetë informuar. Pra besoj shumë që jo kemi bërgj prindërve që të japin kontributin ton në aspektin e informacionit, pra në çdo detaj rreth nxënësit, por edhe për progresin e tyre, ngecit e tyre që hasin gjatë procesit mësimor. Pra është si barë shumë e rëndë, për shkak se nuk paguhet. Pra në një mënyrë kjo rëndon më shumë në aspektin e përgjegjësisë profesionale, prandaj disa mësimdhënës me të drejtë nuk angazhohen, sepse kur nuk njihet kontributi i tyre nga institucionet, në një mënyrë ndikon në performancën e tyre. Megjithatë, unë fal Zotit e kam ende atë energjinë, jo siç e kam pasur në fillim në fillet e mia në pjesën e arsimit, por megjithatë më mundohem me nxënës të bashkëpunoj. Fal Zotit edhe nxënësit janë të mirë kuptueshëm. Askush si mësimdhënësi nuk mund ta kuptoj atë ndryshimin ndër breza, pra ndryshimin e gjeneratave. Unë po shoh që gjenerata re nuk është që nuk dëgjojnë, por në një mënyrë kanë atë sfidën e teknologjisë, e humbin kohën kështu me radhë, por në një mënyrë e kanë atë lloj frikës. Kjo po më pëlqen, filloi frikë respekti, jo ku frikën kuptimin që friksohet nga mësimdhënësi, po në një mënyrë
i vije keq që ti detyrohesh me aftu prindin, i vije keq që po e merr kohën mësimdhënësi për të trajtuar rastin e kështu me radhë. Fatmirësisht kemi tash edhe psikologën e shkollës, ajo kontribon në këtë drejtim. Momentin që kemi ndonjë sjellje delikuente, ndonjë vështirësi natyrës ma jo të zakonshme, e adresojmë rastin te psikologja e shkollës. Fatmirësisht nuk kemi pasur ndonjë rast ekstrem. Si kujdestar, pra ballafaqohesh me shumë sfida, por megjithatë kur përkushtimi dhe dedikimi dhe misioni mësimdhënësit është në qendër, besoj nuk do të mungojnë edhe rezultatet. Besoj edhe lidhja me nxënësit, pra këto është goxha e bën edhe ndoshta si një familje e dytë. Po ashtu edhe deshta të fokusohemi tek pjesa e orarit. Kjo duket se është një punë pa orar, kujdestaria, pra po edhe mësimdhënia në përgjithësi, sepse gjithmonë ju duhet jeni në gatishmëri për me pas rezultat në fund. Vërtet, shumë mirë që e ka ideja, pra shpesh në shoqëri kemi dëgjuar se profesioni i mësimdhënësit është shumë i lehtë, i ekzistojnë vetëm 2-3 orë në ditë ose 4 orë në ditë, edhe duhet kush nuk dëshiron punën, lesh të shkon në mësimdhënie sepse e gjen veten. Unë kam dëgjuar edhe pjesën e pushimit verës, që thonë ekip pushim goxha, sepse përjetoj atë, sinqerisht. Mirë është për të sqaruar, për shkak se mundet me ndodhë që disa mësimdhënës e përdorën ose disa shkolla nuk është që monitorojnë situatën dhe normalisht nuk mundemi përgjithësu. Prandaj po e sqaroj. Më përmendet çtunë e diela që është pushim, që i bie që çdo punëtor i institucionit publik e ka çtunën dhe dielën pushim. Normalisht që edhe mësimdhënësit e kanë. Ose 3 muaj verë pushim. Duhet ta sqaroj, pra ne sikur çdo profesion tjetër dhe çdo sektor publik, pra pjesë e sektorit publik që jemi edhe ne, kemi 1 muaj pushim ligjor, pra, i bie me pagesë. Dhe fatkeqësisht ne nuk mund ta marrim pushimin kur duam ne. Po e zëm fusha mjekësisë ose fusha policisë, e ushtrisë, mund ta marrim pushimin në mënyrë kur dohen ata gjatë vitit. Mësimdhënësi nuk ka drejt me marr pushim kur do të dëshirojnë, ne kemi caktuar. Kemi 15 korrik, 15 gusht. Pra deri 15 korrik, çdo mësimdhënës është i obliguar ligjërisht të jetë në punë. Në mënyrë këtu edhe institucion, saktë do të jemi në dispozicion, do të paraqitemi në punë, do të vëmë në nënshkrimet tona që kemi qenë prezent. Sinqerisht institucionet do të bëjnë më shumë, për shkak se janë diku 15 ditë korrikut ku institucionet nëse dëshirojnë të arritin performancën e mësimdhënësit, duhet të organizojnë trajnime. Atëherë besoj është koha më ideale që të organizohen trajnime, dhe jo të organizohen trajnime shtunë e dielave. Kjo është duke dëmtuar rënd procesin mësimor. Për vete, unë rrallë herë shkoj në trajnime shtunë e diela. Pse? Nuk dua që parat që jep shteti në ndonjë trajnim caktuar të shkojnë dëm. O jam i lodhur. Shtunë e diela vikend duhet të përkushtohen familjes. Në një mënyrë nga hëna deri të premten je i konsumuar në aspektin e energjisë. Besoj shumë që këto ditë, pra të verës, nga një kurriku të 15 janë ideale për të shfrytzuar në aspektin e trajnimit. Pra, në aspektin e pushimit 3 muajor është mirë që të përfundohet, domethënë në aspekt të përmbajtësor të sqarohet pra kjo çështje sepse nuk ekziston ajo. Mund ndodhë një shkollë që është në një fshat larg të komunës për shkak mungesës qasjes në transport, mund të mos mu paraqit punë. Por prapë nuk është arsye ajo. Megjithatë, një pjesë e madhe e mësimdhënësve, mbi 90% jemi bindur deri në 15 korrekt duhet të paraqiten në punë. Për shkak se në momentin që përfundon viti mësimor, nxënësit shkojnë në shtëpi. Bara administrative na betet neve si kujdestar, ku i kemi shumë libra protokollit. Kemi librin NAM, kemi librin e të ftesave, librin e certifikateve, librin e diplomave, ditarin, mungesat, arsye, pararsye, statistika e kështu me radhë që ne përfundojnë kurrë. Sinqerisht, pastaj kemi periudhën kur duhet pranuar nxënësit e rinj, duhet shkuar në shkollë, duhet qëndruar në temperatura të larta nga ora 8 deri në orën 4 e kështu me radhë. Prandaj është vetëm 1 muaj ligjërisht sikur çdo punëtor i sektorit publik që kemi pa pushim. Pastaj edhe kemi goxha 1 muaj kufizuar, edhe nëse ju keni ndoshta një punë personale, që patjetër do të më marr pushim, ndoshta pushim mjekësor. Është e vështirë ndoshta më marr do të më gjithë një zëvendësem. Pushimi mjekësor fatbarësisht lejohet në aspekt ligjërisht, pra ligjërisht në Kosovë, vetëm që duhet disa raporte të mjekut për t'i plotësuar dhe nëse meriton atëherë sinqerisht paguhet. Pra kemi drejt diku rreth 1 muaj pushim me pagesë pushim mjekësor, sikur çdo profesion tjetër, pra në Kosovë, pra është nga njëjtë kjo e drejtë, por kisha më thënë që ne kemi pushimin pra kur çmimet janë më të larta, pra për shembull në Bagdad për pushime me familje kështu me radhë. Pra ekzistojnë pasi sfide profesionit. Shtunë e diela është pushim pra vikend për si çdo punëtor i sektorit publik, tregova më herët. Megjithatë pra si çdo profesion tjetër, edhe profesioni i mësimdhënies i ka ato ditë pushimit, sikur çdo profesion tjetër, pra nuk kemi diçka ekstra. E cila shumë mirë është një punë pa orar. Pjesa më e madhe e punës së mësimdhënësit nuk kryhet në vendin e punës.
pjesa më e madhe është në një familje në shtëpi. Për shkak se nga shumë ekspertë arsimit që cilësojnë se planifikimi i mirë është gjysma punës së kryer. Neve na mbeten të më planifiku planin ditor, pratorës mësimore, planin javor, planin dymujor, planin vjetor, hartimi testeve, përpilimi testeve pa mënyra ndryshme, sepse duhet testet jetë sipas kërkesave të taksonomisë së Bloomit, pra duhet jetë me shumë pyetje të niveleve të ndryshme, sepse ka nxënës që kanë prirje më shumë, kanë mendim kritik për të përfituar shkatësi të reja dhe duhet hartuar pyetjet pra me kujdes, të veçantë. Për shkak se të mos e bëjmë një test monoton me pyetje shablon, pra pyetje vetëm të tipit të hapur apo vetëm të tipit të mbyllur. Duhet të jetë një mënyrë të përzir, sepse normalisht kërkohen edhe nga detyria e shkollës, sepse testi duhet të përmbajë kërkesat e taksonomisë së Bloomit. Pra një mënyrë është një punë pa orar, shumë mirë që e ceke, pastaj kontrollimi i testeve, sinqerisht është vërtet që gjithë vikendin na shkon duke kontrolluar teste. Jo çdo vikend fatbarësisht, por çdo 2 muaj kemi teste. Besëm një vikend na shkon vetëm duke kontrolluar teste. Besoj ato dhe marrin kohë shumë, për shkak se duhet të goxha me si kështu detajist në këtë pjesë. Duhet t'jap sharime secilit nxënës ku ka gabuar kështu me radhë, duhet ndalemi i ofrohet hapësirë kohore secilit nxënës, se sinqerisht pjesa më e rëndësishme e vlerësimit është transparenca. Kur unë kam dëshirë që çdo nxënës që vendosi notën, ai të jetë i bindur që meriton atë. Nëse ndodhe kundërta, unë nuk ndihem i qetë profesionalisht. Bëj çmos që nxënësi të ndihet shumë i afërt me mua dhe të kuptoj vlerësimin. Qëllimi kryesor i vlerësimit është të nxjis nxënësit për të nxënë më mirë, pa të mësojnë më shumë. Nëse unë si mësimdhënës kam arritur ta thyr emocionalisht, ta demotivoj, unë kam dështuar pjesën e vlerësimit. Pjesa e vlerësimit është pjesa më e vështirë çdo mësimdhënësit. Plot mësimdhënës bile kanë dëshirë të heqin dorë nga ky aspekt, megjithatë na ka mbet pra ashtu lloj korora punës së mësimdhënësit, është pjesa më e rëndësishme. Por megjithatë nëse do të ketë trajnime të ardhmen, besoj shumë që kanë më pat më të lehtë mësimdhënësit, sepse sot vlerësimi nga të kaluara ndallon. Të kaluar në familje vlerësimi ka qenë më shumë momental. Sot vlerësimi është sistematik. Pra vlerësimi është proces, jo moment. Proces sepse kërkon të dhëna, grumbullim të dhëna, dosje, teste, angazhime, aktivitete të vazhdueshme. Pra një familje kur e grumbullojmë gjithën, pastaj vendosim një notë, pra duke mbledhur gjithë kontributin e nxënësit. Dhe jo pak raste kemi pak kënaqësi. Por sinqerisht është më pozitive kjo. Besoj shumë pozitive për shkak se nëse i vlerësojmë aspekt momental nxënësit, një familje jemi duke i mashtruar, për shkak se kur ti vlerësohesh në një momentale, nuk je shumë i angazhuar në aspektin e qëndrueshmërisë e informacionit. Një familje ti vetëm je përgatitur sot për sot, ne nuk jemi duke përgatitur për jetë nxënës, por jemi duke përgatitur nxënës vetëm për të kaluar testin, për të marrë një notë. Duhet përgatisim nxënës për jetë. Kjo është qëllimi i shkollës moderne. Urrejtja e arrimit është shumë e vështirë, shumë sfiduese, po punojmë shumë, sidomos në zhvillimin e shkatësive të buta, apo që njihet në shkencë si shkatësitë e shekullit 21, menduarit kritik, kreativiteti e kështu me radhë, na mbet barë për shkak se ne si mësimdhënës ballafaqohemi me shumë sfida. Sikur çdo profesion tjetër, ne kemi sfidat tona. Sfida kryesore është që nuk kemi hapësira të dedikuara për mësim ekskluziv me nxënës, nuk kemi kabinete, nuk kemi mjete shumë të konkretizimit, çka do të na lehtësonin këtë barë. Prandaj në mënyrë sfidat nuk ne kuptojnë që duhet ta pengojnë zhvillimin e procesit mësimor, ato vetëm duhet na motivojnë që të mos ndalemi, të angazhohemi për të mirën e përbashkët, mundohemi që edhe me angazhimin ton financiar të kontribuojmë sadopak me blerjen e disa mjeteve që në një mënyrë të ja zhvillojmë atë shkatësinë nxënësit. Falë Zotit që kemi teknologji mësimore, normalisht me angazhimin ton dhe të prindërve, fatkeqësisht institucionet nuk po bëjnë sa duhet në aspektin e furnizimit të shkollës me mjete digjitale, me teknologji mësimore, megjithatë nuk po mungon iniciativa e prindërve. Kjo na ka ndihmuar shumë. Ka prindër pa që është në gjendje të bëjë pagesa të lira shumë të mëdha, vetëm që fëmia im që të ketë teknologji sepse i ndihmon realizimin e projekteve të ndryshme, normalisht që ndikon edhe në fund në vlerësim. Ka nxënës që sinqerisht ndoshta gjithë orën nuk angazhohet. Ndihet i demotivuar, por shien shumë çka në teknologji. Nëse ne kemi projektorin, nëse ne paraqisim animacione para tij, është shumë interesante të shikosh se si ngjallet interesimi. Normalisht prindi e ka vret këtë, e din që fëmiu i tij është shumë i ekspozuar ndaj teknologjisë dhe dëshiron të investojnë të. Në mënyrë mos shkoj ora dëm. Prandaj na mbetet një barë e madhe në mësimdhënësi sepse duhet bërë çmos për secilin nxënës të angazhohemi, ta kuptojmë atë
pikën e tyre pozitive, anën e tyre pozitive. Ka ndonjë nxënës që më shumë ka aspekt teorik, një pjesë nxënës kanë dëshirë me shumë në aspekt teknologjisë mësimore, prandaj mësimdhënësit i bie një barë e madhe që të përgatitet për orë. Pra pjesa më e rëndësishme e mësimdhënësit është përgatitja për orë. Për shkak se dallon klasa nga klasa, dallon nxënësin nga nxënësi, do të përshtat moshës së tyre, aftësive psikofizike të tyre, pra planifikimi është pjesa më e rëndësishme. Vlerësimi është pjesa më e vështirë, por më e rëndësishme është planifikimi i procesit mësimor. Nëse ke gabuar planifikim, rezultatet kanë më pa. Kjo po shihet edhe në PISA fatkeqësisht, në një mënyrë na ka mbet një njollë zezë me mësimdhënësve, edhe pse askush në botë nuk fajsohen punëtorët sepse fabrika nuk po ka sukses. Pra duhet fajsuar s'par, nuk po them që duhet të largohet ajo doza e fajit që i kemi ne. Duhet bërë më shumë, absolut. Nuk po them që jemi kënaqur me punën tonë. Duhet bërë më shumë. Megjithatë, kjo punë i takon institucioneve të analizojnë, të vlerësojnë shkakun se si ka ardhur deri tek rezultat, të investojnë më shumë. Unë nuk di që kanë organizuar ndonjë trajnim institucionet rreth problemeve kyçe që kanë ardhur se rezultati këtyre performancës të nxënësve ka ulur pra në testin PISA. Megjithatë, nëse i lexojmë dhe interpretojmë rezultatet të testit PISA, aty mund të shohim se ka nxënës në Kosovë, pra në këto kushte të rënda që i kemi në aspektin e mjetës mësimore, ka nxënës që kanë arritur nivelin e Singaporit. Po imagjinoni një prej shteteve me GDP më të lartë në botë, pra Kosova ka nxënës që arrin nivelin e tyre. Edhe pse janë pak, por megjithatë ka. Pra kjo nuk është se asnjëherë fatkeqësisht. Pra nevojitet shumë që të kontribuohet në organizimin e trajnimeve, të hetohen apo të detektohen ato pikat kyçe ku kemi çalime, të intervenohen dhe në një mënyrë të kemi rezultate ndryshme. Fatkeqësisht kjo nuk po bëhet dhe normalisht rezultatet kanë qenë të njëjta, gjithnjë e treta nga fundi. Kjo pjesa e trajnimeve, pra, si shkojnë këto trajnime? Përmendet që zakonisht bëhen në vikend, pra, që ndoshta edhe më organizu orë të më mirë, por cilat tema më shumë preken, pra ka pjesëmarrje të madhe, a ka interesim prej mësimdhënësve? Interesimi nuk mungon, pjesa më e madhe e mësimdhënësve shkojnë për shkak se nuk i dinë drejtat e veta fatkeqësisht. Vikendi pra nuk është punë. Nëse punon, duhet të paguaj ekstra. Fatkeqësisht mësimdhënësi jotën që nuk paguhet, por duhet të paguaj për trajnime. Pjesa që më shumë të ka trajnime duhet paguar. Ministria organizon trajnime, por jo në dozë të madhe. 3 deri në 4 trajnime në vit mund të organizoj, pjesa më e madhe e trajnimeve pra bëhen me pagesë të mësimdhënësit. Pra 100 euro, 150, 200, 300 euro kështu me radhë. Në mënyrë për vete nuk paraqet interes, për shkak se nëse i përfundoj ato trajnime, nuk është që në mënyrë do të ngritet paga, nuk është që do të ngritin profesionalisht, unë prapë do të mbes një mësimdhënës i shkollës mesme. Pra kjo besoj është një prej arsyeve që në Kosovë profesioni i mësimdhënësit po fillon ngadalë edhe për braktisët, sidomos nga të rinjt. Nuk po është atraktiv si më parë. Nuk po është ai interesi si më parë. Që unë mendoj është edhe trend global, nuk është vetëm në Kosovë, po Kosovën e ka përfshi pak më shumë, po vetëm po e vërtetojmë pra në disa shkolla periferike të Prishtinës dhe të Kosovës sidomos, pjesët rurale, janë duke u ballafaquar me mungesë të mësimdhënësve. Kemi rastin këtu të mësimdhënësit e matematikës, gjuhës gjermane, gjuhës angleze, fizikës, e kështu me radhë tikut, janë profesionet që po paguhen më mirë jashtë profesionit të mësimdhënësit. Edhe në një mënyrë plot shkolla janë duke u ballafaquar me këtë barë. Edhe shtetet e rajonit janë duke u gjendur në mënyra duke përshtatur me këtë sfidë, për shembull Shqipëria është duke angazhuar mësimdhënësit që kanë dalë në pension, ndërsa Kosova fatkeqësisht është duke angazhuar studentë. Pra pa ndonjë përvojë, normalisht që ndikojnë kjo në rezultat. Prandaj edhe kemi rezultatet e testit PISA, nuk po intervenohet në pikat kyçe fatkeqësisht. Janë këto sfida, sinqerisht këto profesione që kërkojnë shumë treg, po i përmenda më parë, edhe normalisht është sfidë. Prandaj po them që nëse organizohen trajnime dhe në pranohet zhvillimi profesional, gradimi, pra jo vetëm në pagë, po edhe në karrierë, kështu me radhë, padyshim që do të na bindë dhe na motivojë të marrim pjesë trajnime. Trajnimet janë të fushave të ndryshme, kryesisht vlerësimit, punë me nxënës me nevoja të veçanta, trajnime për të informuar nxënësit për drejtat e tyre, fëmijët për drejtat e tyre, për të menaxhuar konfliktet e mundshme mes të adoleshentëve, e kështu me radhë, kryesisht me karakter psikologjik, pedagogjik, didaktik, megjithatë lënë shumë të dëshiruar këto trajnime për shkak se nuk përditësohen. Duhet të përputhen edhe me nevojat e tregut e kështu me radhë, duhet bërë më shumë, duhet ofruar më shumë programe trajnimi që do të ndikonin shumë që edhe mësimdhënësit të ndjekin. Nuk është niveli i kënaqshëm tani sa i përket pjesëmarrjes së mësimdhënësve,
po është problemi që sa po ja shohim harin këtyre trajnimeve. Pra kur një mësimdhënës shkon aty i lodhur, unë tregova më së miri është të shkojë trajnime në gjatë pushimeve. Pra për shembull kemi një pushim pranveror, pushimin vjeshtor, pushimin veror, pra kur nxënësi është më i relaksuar dhe ka mundësi që të përkushtohet plotësisht ndaj trajnimit. Për shkak se në trajnim zgjat nga ora 8 deri në orën 4. Duhet dokumentacione, duhet aktivitete të vazhdueshme për të përfituar nga ajo. Lëm për të dëshuar trajnimet, fatkeqësisht më shumë i shoh në aspekt biznesit, jo në aspekt cilësisë mësimdhënies, sepse nuk ka ndonjë performancë mësimdhënëse që përmirëson nga këto trajnime, nuk ka madje as matje. Tek pjesa pra jeni mësimdhënës së shkollës të mesme, pra është edhe një moshë e nxënësve, goxha ndoshta edhe kritike pjesa adoleshencës. Si e shihni ju veten, cila është mënyra më e mirë që të qaseni me ta? Se aty janë ato sfidat, më thosh, ta se me të vërtet është shumë sfiduese puna me ta. Kuptohet se kur një adoleshent që ka besim të lartë në vete, duhet njohur karakteristikat psikologjike të tyre, madje mësimdhënia sot ka bazë psikologjike. Një mësimdhënës që nuk e njeh psikologjinë e fëmijëve nuk mundet as t'i menaxhoj, as t'i kontrolloj, as t'i kuptoj. Normalisht me kuptimi është hapi i parë, çelësi është komunikimi me ta, mirëbesimi. Pra kur ti zhvillon një raporte që janë edhe familjare me ta, do të edhe durimi në këtë pjesë. Saktë, duhet duruar shumë. Nuk bën që ti qasemi adoleshentëve me një farë mënyrë gjotë vrasht, dhuna asesi, fatparasyrisht kjo dënohet sot ashpër në Kosovë dhe nuk ka ndonjë rast në Kosovë në qendër e kam fjalën që ka ndonjë konflikt dhunshëm kështu me nxënës. Unë i kuptoj nxënësit sepse mund të shpërthejnë emocionalisht, për shkak se ata ndihen në qendër të vëmendjes, ndin veten shumë me vetbesim të lartë, dhe normalisht që mendojnë që ne duhet të kuptojmë situatën që duke kaluar ai. Edhe normalisht mund të shprehet në një jo duhur, por megjithatë kur ne e menaxhojmë situatën, kur ne kemi kujdes të veçantë, kur ne i japim një minutazh kohore që të qetësohet nxënësi, kur diskutojmë, sinqerisht kanë një lloj energjie negative brenda, kanë nevojë për ta çliruar, për ta hekur atë ankth që janë duke përjetuar. Unë për veten nuk më ka ndodhur në profesionin e mësimdhënies pas 10 vite, se sa këto 2-3 vitet e fundit, ballafaqohem me kaq shumë probleme psikologjike nxënësve. Shumë ankth, ku gjatë tërë natës nuk kanë fjetë kështu me radhë, duke ekspozuar në teknologji, duke shikuar filma, duke pasur presionin e prindërve kështu me radhë, në një mënyrë shumë lehtë mund të bëhen edhe delikuent. Kur ne i qasemi, kur ne informojmë prindin, kur ka bashkëpunim mësimdhënës prindër, një mënyrë e ngushtojmë atë rrjetin investicias të nxënësit, një mënyrë e kanalizojmë drejtimin e duhur, edhe jemi bindur që do të kontribuojmë pozitivisht tek ta. Unë mendoj që duhet monitoruar situatën, jo momentalisht, në aspekt momental, pa për të lajmëruar prindët dhe mos u marr me të. Nëse ne kemi angazhim sistematik, angazhohemi së bashku me prindërit, stafi shkollës, me psikologën, e kemi një mënyrë situatën e skanuar, atëherë normalisht që nuk ka më munguar rezultati. Është tetë sfiduese, nga plot kolegë kemi angazhime, kemi takime me psikologën e shkollës për të diskutuar këto çështje, nivelit i tyre pa gjithnjë në rritje. Adoleshentët pra sot shpërthejnë më shumë emocionalisht, kanë shumë më shumë nevojë për përkrajën nga mësimdhënësit, shumë më shumë për mirëkuptim e kështu me radhë. Është tetë sfiduese, por megjithatë mendoj që trajnimet janë shumë të mirëardhur në fushën psikologjike. Se si të mirëmi me ta, nuk po them që po e bëj më të mirë në mundshme, besoj shumë që kam nevojë shumë për trajnimin nga kjo fushë, për të kuptuar më mirë, nuk kemi kënaqur me veten se si duhet të trajtuar ata, për shkak se gjithnjë ka hapësirë për përmirësime. Megjithatë po mundohemi të japim atë kontributin ton. Problemet psikologjike janë të natyrave të ndryshme, po sidomos në me ankth, me humbje të përqendrimit në mësim, ka nxënës po gjatë tërë orës është e pamundjen shumë hiperaktiva, kanë energji të tepruar, por nëse ne dim t'i kanalizojmë, për shembull, nëse një nxënës është hiperaktiv, ka dëshirë shumë që të shkojë nga dritarja, duhet ta ulim afër vetes, në mënyrë të angazhojmë, ai nxënës duhet të angazhuar, ta kanalizojmë energjinë e tij apo të saj kështu me radhë. Pikërisht të nxënës hiperaktiv është vështirë në mbaj mend të pra persona të caktuar të cilët e kanë pas gjithmonë e kanë vënë është atë pak rëmuj klasën edhe ndoshta nuk janë duruar gjatë orës mësimit pa folur me dikën edhe për ata edhe kjo pjesa e vogjestorës pak më atraktive. Cilat janë ato format që e bënin më atraktive? Nuk u lë edhe atë shumë faj nxënësve që mund të bëjnë rëmuj klasën, për shkak se tregovim një pjesë të tyre janë hiperaktiv,
cilat forma mundohemi që t'i angazhojmë në ato që kanë më shumë dëshirë, ndonjë aktivitet ekstra të veçantë, me teknologji, kështu me radhë, duke i marrë më afër vetes, duke motivuar, duke e vendosur të shënën në tabel, ndihet më i vlerësuar, ka presion më shumë, angazhohet më shumë. Sinqerisht kur ne mundohemi që të merremi me nxënësin sot, me metoda të vjetra, për shembull, duke i diktuar, duke i dhënë librin të lexoj. Normalisht kjo ljosa për fëmijën sot. Nxënësi sot përdor teknologji, ne duhet të përdorim teknologji, të mos ngecim prapa zhvillimeve. Pra këto janë disa nga format të cilat ne i trajtojmë këto raste me nxënës, ku nëse ne nuk jemi të përgatitur psikologjikisht që t'i angazhojmë nxënësit edhe ai që është në fund, edhe ai që është në fillim, ai që është në mes e kështu me radhë, pavarësisht nga karakteristikat e tyre, normalisht që ka më çalu. Nuk është mirë që në mësimdhënësi hapin e parë të largojnë nga ora. Fatbarësisht që 10 vite pra që jam mësimdhënës, nuk ka ndodhur që një nxënës e kam larguar dhe nuk e kam kthy. Mund të ndodhë të ketë largime 2 minutë mirë që të reflektoj. Para se me largu nga ora i them, veç reflekta, çka bëre? Ai pendu, nuk du me kërku falje, e urrej me kërku falje, sinqerisht sepse ai prap do të më kërku falje, prap mund të më gabu. Unë du me pa në fytyrën, shenjat e fytyrës së tij që është penduar me të vërtetë. Po nëse ju e lexoni ka pasur efekt. Sakt, kam dëshirë shumë të lexoj libra psikologjik, sidomos në pjesën e mësimdhënies, nga libra nga psikologjia e edukimit, na ndihmojnë. Fatbarësisht sot nuk është burimi vetëm informacioni pra libri. Fatbarësisht kemi edhe teknologjinë që po evoluon vazhdimisht, na ndihmon shumë që t'i kuptojmë këto situata, normalisht mundona që t'i bëj krahasime edhe me vende tjera të Evropës se si kanë zgjidhur këtë problem. Prandaj për shembull ka diskutime sot në mesin e komunitetit mësimdhënësve në botë, që edhe për këto tabela digjitale nuk është që janë më mira mundshme në pjesën e mësimdhënies, se unë jam shumë i habitur sepse është investim i jashtëzakonshëm. Një tabelë më e thjeshtë kushton deri 1000 euro kështu me radhë. Prandaj që do të kuptuar këto zhvillime në fushën e arsimit, arsyeja pse këto tabela digjitale nuk janë 100% efektive në fushën e mësimdhënies është që po ndikon në humbjen e vëmendjes. Pra një familje duhet të zgjedhë një rrugë të mesit, ku të përdorin tabela digjitale, por jo gjatë gjithë kohës. Të intervenojmë me pyetje, të nxisim mendimin kritik, të zhvillojmë shkatësitë të nxënësit, të ndalim ato tabela, të angazhojmë me aktivitete e kështu me radhë. Pra nxënësin duhet me kanalizuar energjinë e tepër që ka, janë shumë energjika, ekstrem. Fatkeqësisht nuk i angazhojmë sa duhet. Për shkak se kur është numri i madh i nxënësve, kjo është shumë sfidë për një mësimdhënës. 35 nxënës klasa, 33, 35 kështu sillet pra në shkollat e mesme të larta të Prishtinës, është shumë sfiduese. Një mësimdhënës, një familje do të luajë edhe rolin e robotit. Shumë angazhime ekstrem. Po prandaj thash në fillim që nëse kemi planifikim duhur, pra si pjesa më e rëndësishme e mësimdhënies, nuk do të mungojnë rezultatet. Duhet të analiza thellë, për shembull për vete si mësimdhënës, por edhe si kujdestar bëj analiza sidomos pas përfundimit të vitit. Pse është ky rezultat? Pse këto mungesa, sa mungesa në parasye, sa në marasye, sa është mesatarja, edhe në bashkëpunim me prind, bashkëpunim me nxënës, bashkëpunim me kolegë, me një familje me ndërhy në aspekte përmirësimit të tyre. Prandaj mendoj që duhet të angazhohemi maksimalisht, përkushtohemi, sepse duhet na interesojnë rezultatet, performanca kështu me radhë. Gjithë duhet të tentuar që të përmirësohemi, të mos vetë kënaqemi. Kjo është më e rëndësishme. Po pikërisht edhe derisa më fokusu pak edhe tek klasa gjithmonë edhe lënda e gjeografisë ka qenë ndoshta më atraktive edhe për shkak të hartave, të globit, edhe ato janë me të vërtetë edhe goxha për shembull të kushtueshme për të gjithë shkollën, ndoshta edhe kjo mundet me bëu që mi pëlqej gjeografia më shumë nxënësve. A keni pas ndonjë rast personal cilët një nxënës juve e ka ndjek rrugën tuaj, pra pasi që ju i keni jap këtë lëndë, atëherë ai ka vazhdu në gjeografi, ndoshta edhe në mësimdhënie. Fatmirësisht, ne në fund vitit e mbajmë një lloj ligjërate sa përket orientimin në karrierë. Unë vetë me iniciativën time kam organizuar për që t'regu për sfidat. Si duket e kanë kuptuar se mësimdhënia kërkon sakrificë, kërkon durim, kërkon përkushtim dhe fatkeqësisht nuk është që shpaguhet. Dhe në familje janë orientuar më shumë në drejtime tjera, kryesisht në teknologjinë informative, në gazetari, në ekonomi, mjekësi, në gjuhë, kështu më sidomos në gjuhë. Pra, në pjesa më e madhe në nxënësve me të cilët punoj unë, në të ardhmen po angazhohen në call center kështu më radhë, po paguhet më mirë, pothuajse 2 fish më shumë se një mësimdhënës, por ka edhe nga ata që kanë përzgjedhur gjeografin, por shumë pak.
për shkak se unë jam shumë i sinqert me ta, jo tregoj vështirësitë, jo tregoj sfidat që kanë më ballafaqu, dhe në një mënyrë nxënësit po e matin veten. Është shumë interesant kjo që thatë, që nga diskutime me plot miq, sidomos në fushën e mjekësisë, kam pas fatin që gjatë studimit kam pas shumë kolegë nga mjekësia, gjithë një shprehin admirim për lëndën e gjeografisë. Gjithë më ka pëlqyer gjeografia. E kam dashur gjeografinë, kështu më hartën, globin, është shumë lëndë atraktive. Kjo më ka ndihmuar shumë në profesion, pra, sepse nxënësit janë më të motivuar, dojnë me ditë për botën, ku kanë më mësuar për shtete, për çfarë do më mësu, sfida, çka do të më vesh kur vizitojmë çdo shtet, kur më mirë, cili muaj më mirë më vizitu ky shtet e kështu me radhë. Prandaj e kam pasur më të lehtë këtë pjesën me simvlënjes të pjesa e gjeografisë, sa përket mjeteve, sinqerisht janë shumë kushtueshme, harta, globi kështu me radhë. Normalisht ne kemi në rast si shkollë të ndrojmë lokacionin e shkollës, pra të jemi në një shkollë tjetër dhe në mënyrë gjitha mjetet na u kanë ndryshuar, kena pasur sfidë, kemi hyrë nga komuna me na furnizuar me glob, nuk na ka furnizuar, duke na premtuar kështu me radhë, jemi angazhuar bashkë me nxënësit, kemi bile kështu me radhë. Janë sfida që mund të kalohen me një përkushtim. Hartat fatbërësisht, fal teknologjisë mësimore, na lehtësojnë që edhe nuk i kemi në aspekt fizik, në aspekt elektronik i kemi. Pra përmes projektorit, çdo lloj harte mund me përdorur me nxënës. Hartë që janë përditësume, hartë që janë aktuale, hartë tematike, harta të përgjithshme, pra në një mënyrë na ka lehtësuar shumë teknologjia mësimore. Jo që ka investuar shumë shteti, institucionet, por në një mënyrë bashkëpunim me nxënës, bashkëpunim me prind, unë besoj shumë që teknologjia mësimore është lehtësuesi i procesit mësimor, por jo të bazohemi gjithë në atë. Ta fillojmë orën me të 10-15 minuta për të nxisim diskutimin, të nxisim mendimin kritik, të angazhohemi, të përkushtohemi, të orientojmë, të japim këshilla kështu me radhë. Besoj që nuk do të mungojnë as rezultatet, të cilat synojmë. Po duket se keni sfidu veten këtë fushë goxha shumë që 10 vite, por keni sfidu veten në një fushë tjetër, a mund të na tregosh më shumë për këtë? E drejtë. Tregova më herët që kam qenë shumë energjik dhe shumë motivues në jetën studentore. Leximin e kam pasur shumë pasion. Përfundova studimet bachelor, përfundova studimet master, dëshiroja në një grad më të lartë të angazhohem në doktoraturë në fushën e gjeografisë. Kam prit 1 vit, 2 vit, 3 vjet. As pjesën e mësimdhënies, as pjesën e gjeografisë nuk ishte doktoraturë në Kosovë, në një mënyrë që ajo më linte një zbrastësi në aspektin profesion. Dhe doja ta sfidoja veten në një profesion tjetër. Kam përzgjedhur studimet pra nivelin bachelor në kolegjin UBT, pra kolegj privat, në fushën e biokimisë mjekësore. Sinqerisht ka qenë një sfidë, nuk e besoja se do të shkojnë të aq mirë. Në fillim interesimi ishte në nivel të kënaqshëm. Fatkeqësisht nuk kam arritur të jem prezant gjitha ushtrimet, në gjitha ligjëratat, sepse nuk përputhej orari. Megjithatë nuk mungon të përkushtimi në shtëpi, duke përkushtuar, duke lexuar, duke përgatitur për provime. Në mënyrë ishte një sfidë të veçantë të rikthehem në banka shkollore pas disa viteve, pra si një mësimdhënës prap, sepse mendoj arsimimi gjatë gjithë jetës është i nevojshëm sot në çdo vend të botës. Dhe në një mënyrë si pjesë e zhvillimit të vazhdueshëm profesional, doja ta sfidoja veten edhe në këtë fushë. Normalisht kam zhvilluar edhe praktika në qendrat mjekësisë familjare, kur kam sfiduar veten edhe në marrjen e gjakut e pacientëve e kështu me radhë, ka qenë të sfiduese. Dhe kam hasur që të jem në provim edhe me ish nxënësit e mi, që ka qenë shumë interesant, një mënyrë më të turp nëse do rrëzohesha nga provime kështu me radhë, megjithatë falë Zotit kam vazhduar me nota të mira. Fatkeqësisht nuk kam arritur ta përfundoj ende për shkak se angazhimet e shumta në arsim, sidomos edhe pasi u bëra prind, më ka ndryshuar pak më shumë jetën. Si e balanconi pikërisht këtë pjesë pra? Fakt është vështirë balancimi, për shkak se edhe bashkëshorten e kam në punë, edhe vetë jam në punë, mundohemi dy së bashku që të angazhohemi, po sinqerisht nuk e kam besuar që prindërimi do të kërkoj kaq shumë përkushtim. Dhe besoj që mundohem të jem ai prind autoritativ, jo në kuptimin klasik tradicional, po të jem një prind i përkushtuar, të ofroj çfarë kërkon fëmia, por me kritere, me rregulla, kërkesa të mia, që në një mënyrë kërkoj që fëmia im që në mënyrë të më ngjajë mua, por edhe nëse nuk më ngjan, ta zgjeni profesion, por që të jetë i zotin e fushën e tij apo të saj. Ma ka ndryshuar rrënjësisht jetën për të mirë besoj unë, sepse ja di më shumë rëndësinë kohës. Në një mënyrë është kënaqësi e veçantë se kur të përfundon punën, shkon në shtëpi, ka kur shpret kështu me radhë, për sa fëmijë ngrohtësia kështu që doran fëmia është pa përshkueshëm me fjalë, sinqerisht të bën me ditë vlerën e jetës.
jo vetëm të kohës, po edhe të jetës përgjithësi. Edhe normalisht kjo ka ndikuar pastaj edhe në studimet, se nuk kam mujt me atë hakun që thot populli, dhe kam ngec pak në një 5-6 provime, po besoj që derisa të përshtatna me këtë kohën e re, pra, një familje me angazhime, pra, qoftë studimet, qoftë në punë, qoftë në familje. Po, kjo do të më qenë ajo sfida më e madhe ndoshta prej tjerave. Sakt, një familje më ka prindërimi të mëson shumë çka, që familja është mbi të gjitha, por nuk ne kupton që angazhimet tjera duhet lënë anash. Përkushtimi me mësimdhënie tregove shumë mirë që është një profesion pa orar. E ka vështirësu, është sfidë, por një familje sfidë nuk duhet t'i kuptojmë si pengesa, nuk duhet t'i kuptojmë si pamundësi, por një familje si mundësi për zhvillim. Edhe ashtu i kuptoj, mendoj që më ka ndihmuar shumë kjo periudha 6 muajore që jam më i qetë, nuk e marr shumë edhe me provime, por do të merrem shumë shpejt për shkak se tani e kam kuptuar rëndësinë e kohës, rolin e kohës si prind, sepse këtë komplet dallon. Është ata që do menaxhoni më mirë këtë pjesë. Patjetër, është pjesa më e vështirë e jetës është të jesh një prind i përkushtuar. Besoj që e ka thënë edhe Tony Blair, do thotë kur e kanë pyetur gazetarët se ti je kryeministër, çfarë po pret në polici kështu, po e pres djalin tim, po ti je kryeministër, çish mund të ndodh kjo? Ti je prind është më e vështirë se sa ti je kryeministër. Prandaj besoj shumë që përkushtimi nuk duhet munguar, duhet bërë çmos të japim maksimumin ton, që të arrijmë të realizojmë nevojat elementare, të kanalizojmë, të orientojmë fëmijën që nga vezlia. Besoj shumë që shoqëritë në Evropë dhe në botë, shoqëritë të zhvilluara kam fjalën, pjesën më së shumti të përkushtimit e kanë të moshat e hershme. Aty fillon ai karakteri të ngulitet, të formesohet e kështu me radhë. Prandaj se do të mundohem të lexoj libra psikologjik, jo vetëm në gjuhën shqipe, po në gjuhën angleze, ta di se si ta trajtoj, të di si të menaxhoj, të formsojmë karakterin fëmijët e kështu me radhë. Besoj shumë se do t'ja arrijë, përkushtimi nuk mungon. Duhet shumë të lexuar për shkak se dallojnë fëmijët e sodit me fëmijët e periudha më të kaluara, është shumë e vështirë sot. Megjithatë, duhet angazhuar, s'kemi çka të bëjmë, duhet kuptuar më mirë rolin e kohës, koha po ecën shpejt, ka ndodhur shumë zhvillime. Nuk besoj që kur ta përfundoj kolegjin në familje nuk do të mungoj ajo ngopja më profesionale, prap do të sfidoj veten, i dua shumë sfidat. Me vetë dëshirë, kështu kisha pas dëshirë që meteorologjin ta studioj në aspektin doktoraturës, për shkak pëlqen shumë, jam e pasionuar shumë pas motit, parashikimit të motit, por fatkeqësisht është fushë shumë e limituar, që vetëm në Kosovë, po edhe në Ballkan. Prandaj fokusohem aty në ato fusha ku ekziston një lloj pasioni sa do i vockër dhe në një mënyrë e filloj, pastaj do ta përfundoj, sepse është shumë e vështirë tash pas punës dhe pas u bëra prind, është shumë e vështirë. Cila do të ishte një këshill që ja kishte dhënë nxënësve që po na ndjekin tash, por edhe prindve të tyre? Më pëlqen pyetja. Nxënësve që ta duan veten më shumë, e kam fjalën në aspektin e kohës, të mos humbasin kohën atë shumë teknologji, nuk po them që ta praktisin gjithën, por të përkushtohen më shumë në zhvillimin e tyre profesional, ta kuptojnë rolin e leximit, të përkushtohen më shumë, të mos ngopen vetëm me shkollë, të aftësohen edhe me trajnime të ndryshme, të përgatiten për jetë, të kërkojnë më shumë nga vetja, të sfidojnë limitet e tyre, pse jo të angazhohen në studimet jashtë vendit, sepse të kuptojnë botën më mirë, të hapen mendjen më mirë, të kuptojnë se si dallojnë shoqëritë, të kuptojnë të mirat, të këqijat, përparësitë, mangësitë e Kosovës. Besoj shumë që ka me dash më shumë Kosovën kur nxënësit tanë studiojnë jashtë, sepse i kemi ato të mira tona, ngrohtësinë familjare, me kuptimin, jemi një popull që dojmë më shumë njëri tjetrin e kështu me radhë, jo i gjakftos sikur popujt e Evropës Veriore e kështu me radhë. Kjo është pra këshilla ime për nxënës, pra që të mos ndalojnë, pra të mos vendosin vetit limite, pra të vendosin sa më shumë objektiva dhe të angazhohen për të mirën e tyre, për shkak se Kosova ka nevojë për ta. Nxënësit janë bartës të së armës, pra zhvillimit ekonomik dhe social. Sa përket prindve, kërkoj më shumë bashkëpunim nga ta, kërkoj mirëkuptim më shumë nga ta, kërkoj që të monitorojnë më shumë fëmijët e tyre, të na besojnë më shumë, të angazhohemi për të mirën e përbashkët dhe të investojnë më shumë të fëmijët e tyre. Për shkak se investimi më i mirë është në arsim. Sepse është një fatkeqësi se nuk mundesh me vjel frytet me njëherë, kërkon kohë paksa, por megjithatë investimi më i mirë është investimi në arsim, sidomos tek fëmijët tanë. Kosova ka nevojë shumë për ta.
Faleminderit shumë që ishte sot në studio, besoj pra më goxha do pika kyçe, pra të mësimdhënies edhe pra të pjesës edhe ju si e shihni pra dhe përvojat reale pra të një mësimdhënëse. U mundova të shpalos disa nga pikat kyçe, normalisht kemi harruar diçka, po ato që i kisha më të freskëta, u mundova të shpalos për publikun, uroj që të mos jemi bërë moneton publikut, po jemi munduar të shpalosim disa nga përvojat tona kyçe dhe të përçojmë një mesazh pozitiv tek ta. Ndoshta u doshte një glob, një hartë me pru, Patjetër, që ta bërë më shumë karakter gjeografik. Megjithatë, ishte shumë mirë, u ndieva shumë rahat, shumë komod. Faleminderit shumë dhe pyetjet ishin me shumë interes, edhe pse ndoshta unë harroja, megjithatë më ndihmuan shumë që ta kanalizoj pjesën e diskutimit. Me të vërtetë mu më ktheve disa vite mbro, po më kujtun ato realisht se aty në kundë sfidat të nxënësit edhe me të vërtetë kështu shumë nostalgjike ka si bisedë për mua. Këtë drejt. Faleminderit shumë edhe një herë. Kishte knasi. Dashur shikues, faleminderit që qëndruat me ne sot këtë pasdite. Mos harroni të riktheheni nga hëna në të premte nga ora 17 dhe deri në takimin e radhës. Mirupafshim.